Qyteti i Elbasanit ka nisur prej ditësh përgatitjen për festën tradicionale të 14 marsit, ditës së verës, nga festat më të dashura dhe më të vjetra për qytetarët. Rrugët dhe sheshet e qytetit po zbukurohen me lule pranverore shumëgjyshe, duke krijuar një atmosferë festive që paralajmëron ardhjen e pranverës. Kjo festë pagane e ruajtur ndër breza në qytetin e Elbasanit, çdo vit tërheq mijëra vizitorë nga e gjithë Shqipëria. Në këtë ditë të veçantë, qyteti mbushet me njerëz që mbajnë në kokë kurora me lule pranverore, simboli i gjallërisë dhe i natyrës që zgjohet pas dimrit. Një tjetër simbol i kësaj feste është dhe ballokumja, ëmbëlsira tradicionale e Elbasanit e cila përgatitet me shumë kujdes nga familjet elbasanase dhe shërbehet si një nga shijet më karakteristike të kësaj dite. Ko bizneset dhe ambientet për shërbim kanë nisur rezervimet për këtë festë të madhe, ndërsa nata e 13 marsit shënohet me ndezjen e zjarreve tradicionale dhe organizimin e aktiviteteve të ndryshme kulturore dhe artistike. Institucionet vendore dhe Bashkia e Qytetit kanë planifikuar një sër aktivitetesh festive, duke e kthyer ditën e verës një festë të madhe popullore, ku simboli kryesor mbeten pranvera, natyra dhe lulet shumëgjyshe. Kjo festë simbolizon largimin e dimrit dhe ardhjen e plotë të pranverës, duke bashkuar qytetarët dhe vizitorët në një atmosferë gëzimi dhe tradite që Elbasani e ruan me krenari prej shumë brezash.